Në qarkun e Korçës jetojnë më shumë se 27.000 romë dhe egjiptianë, një pjesë e madhe e cilëve përballojnë çdo ditë me vështirësi të theksuara ekonomike dhe sociale. Shumë prej tyre janë të vetpunësuar në punë të rëndomta, ndërsa një pjesë tjetër jetojnë në kushte të pasigurta strehimi, duke kaluar netët në baraka të improvisuara që shërbejnë si banesa. Në periferi të Korçës, këto komunitete sigurojnë të ardhurat kryesisht përmes grumbullimit dhe kurishteve, një punë e vështirë dhe me fitime minimale të pamjaftueshme për të përballuar nevojat bazë të jetesës. Me vështirësi shumë. Me kamje, me skamje. Kush të pyet tash, ne rombes na pyesi. Se si jetojmë, kush na ka ardhur, ne na ka pyetur se si jetojmë neve. Po punojmë djem po rruga të pakta, gjëra të shtrenjta, me borxhe po hamë. Po punja dimtë në atje në ato të plerave me makinat. Nuse të rinë, fëmijë të rinë. Po kur na shkonin në dyqan e plot borxhe janë. Na pyesin e rombet, kush na pyesin? Ne na zyt qeveria në rombet. Me 100 lekë, ma pension nuk krem dot pa buk jam. Jam atë rabës, mbaj shpinë me to bidonat në kaçut. Ku të vete? Të vjes nuk vjet dot. Çfarë të ham? Ik futu aty brenda. Bje mi u bet copë. Qa të dhe? Pension. 100.000 leka marë këtë të sosin në të betën për drita dhe për Qa të ashtë? E njëjta situatë paraqitet edhe në Pogradece, Bilisht apo Maliq, ku familjet shumëta rome dhe egjiptiane vijojnë të jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të romëve, përfaqësues të këtyre komuniteteve kërkojnë më shumë vëmendje dhe mbështetje konkrete nga pushteti vendor dhe ai qendror, me fokus për mirësimin e kushteve të jetesës, strehimit e mundësive për punësim.